që hënte aq herët në xhami, njerëzit dëshironin me bëu gara kush ka me hyrë në xhami për namazin e xumos i pari, më së herëte. Ata që garanin hënin dhe e shenin se Said ibn Zejdi është pranë mihrabit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pranë mimberit pejgamberit shumë herët. Po, që do thotë se ka qenë njeri i cili mirej me adhurem, mirej me ibadet. Dhe zaten, ajo që e specifikon Said ibn Zejdin, radhiyallahu anhu, ka qenë me krejt këtë privilegj që e ka, dhe me krejt këtë nderim që e ka posedu qoftë nga baba i tij që ka pas dije dhe nuk ka rënë në ignorancën e xahilietit, të shirkut dhe të kufrit dhe kështu me radhë asnjëherë. Pastaj edhe me afërsinë që ka pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe me myshdet që pejgamberi ka pati për xhenet, që kemi përmend inshallah. Nuk ka pas dëshirë që të ketë post dhe pozit, të ketë udhëheqësi, të jetë dikush që bile as ders nuk ka pas dëshirë me majt, as këshilla. Shumë pak hadithe transmeton nga pejgamberi alayhis salam. Ka qenë një njeri që ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, një njeri të mirë. Ka thonë ka rob të Allahut, ka besimtar, rob të Allahut, që nuk i sheh askush kur prezentojnë me një mezhlis, nuk vrehet prezenca tëna. Kur mungojnë, nuk vret mungesa atyre. Kur flasin, nuk ndëgjohet shumë fjala atyre. Kur kërkojnë vajzë, edhe kushtimisht ndërmjetësimi të nuk është mësitnia aty, nuk është që çan pesh. Walakin law aqsama ala Allahi la abarrah. Por nëse ata të tillët e lusin Allahun, betohen në te, Allahu më njëherë i përgjigjet atyre. E këta kanë ardhur në hadithet përshkruar se kanë qenë ose janë besimtar, at-taqi, an-naqi, al-khafi. Besimtar të devotshëm, të pastër dhe të fshehtë, që nuk dëshirojnë të ekspozohen. Në mesin 10 të përgëzuarve me xhenet, ai që më së shumti për te aludojnë këto hadithe është Said ibn Zejdi. Nuk ka pas dëshirë të ekspozohet, nuk ka pas dëshirë që të mburret, nuk ka pas dëshirë që të ketë asgjë nga udhëheqësia, e as bile hadithet që i transmeton në gjithë këtë shoqërim prej ditëve të para të Mekës deri në rrimin e jetës pejgamberit alayhis salam 20 e sa vite, janë 48 hadithe krejt që i transmeton. Që do të thotë se ka qenë njeri i cili fen e ka marrë dhe ka punu me te dhe nuk ka pas dëshirë që ekspozoj diçka nga feja e tij, të ekspozoj diçka nga veprat e tij, të ekspozoj diçka nga devotshmëria e tij, po dyshim që siç thonë dietarët për tëne Zuhriu dhe të tjerë, gjëja më e vështirë e të devotshmëve është braktisja e famës.